Në vitin 2023, ai mashtruesi, shefi yt, ushtar na ka thonë, tregona një shembull. 5 euro thuj kemi qu qëtu. Nuk mund ta kemi një strategji pa një analizë. Sistemi ka qenë i rregullum. Në vitin 2023, ai mashtruesi, shefi yt, ushtar na ka thonë në komision, jemi duke bë studimin e fizibilitetit. Në vitin 2023, sot jemi duke hi në vitin 2026. Asnjë hap konkret nuk e keni bë për sistemin informativ shëndetësor. Veç më vërtetu, për kam po fol shefi. Arben Vitia, se ju kanë rrugë sa i shpesh, s'ka pas faj. Po për Arben Vitin po thonë, ka ardhur në komision ka thonë, jemi duke bë, i kemi hapat konkret, i kemi rekomandime, do të fillojmë. Çka keni bë? Zero. Edhe vetë po e thu. Asnjë investim, tregona një investim që e keni bë për avancimin e sistemit informativ shëndetësor. Tregona një shembull. 5 euro thuj kemi qu qëtu. Jo, tash më duhet... Po, vetëm 5 euro thuj. Ta ndëgjojmë përgjigjen. Thuj, i kemi bo 5 euro për shtu, 10 euro. E dyta për ligjin. Jo, maje, 30 sekonda. Njerë të përgjigjen këto. Jo ka një. Përgjigjem të kjo. Ndë më thonë, po, është të vërtet që studimi fizibilitetit është bo në vitin 2023. Edhe aty kanë dalë edhe mangësit, rekomandimet se si duhet të bët. Në bazë të asaj, është hartu strategjia përsishën, ato që i përmenda edhe në fillim. Jo, nuk mund ta kemi një strategji pa një analizë. Nuk është ajo ka qenë. Kjo ka qenë me infrastrukturën të cilën ne kemi gjetur edhe cilat çka duhet të bëjmë tutje pikërisht për këto, janë hartu, është dokumenti gatshëm edhe tash. Tonë që strategjia është, mirë po financimi kemi bë, për shembull, ne kemi fillu te sistemi i mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse. Do të thonë është i digitalizuar aktualisht. Në qoftë se ju kujtohet. Në shëpet që ajo afera, si është që ai tenderi në shëpet që 2 vjetë? Jo, ajo është funksional sistemi. Veç është funksional, për arsye se ju e dini, unë e kom përjetu vetë në fundosjen e dhonave që kemi ndodhur gjatë Covidit. Mirë, edhe teknik branshëm o i doktoresh. Kjo ka qenë. Në bëpe ekspert dhe të branshme. Sistemi ka qenë i rregullum, ato e kemi unë përsem që po ndërtu edhe si në vitin 2025 shëndetësisë publike. Ajo është merit e juja e kolegëve tu, nuk është merit e Arben Vitis edhe qeverisë kurti. Na si qeveri kur kemi ardhur, është dëbo në vitin 2023 ka fillu plani për sistem elektronik të sëmundjeve ngjitëse dhe njëherë po për arsye që jo, nuk po flas për fragmentim. Nuk është fragmentim për arsye se ti po fol për fragmentim. Jo, nuk është mbikëqyrja e sëmundjeve ngjitëse për shkak se ne jetojmë në emergjenca dhe sëmundjet ngjitëse e kanë shpejtësinë e raportimit dhe Tafina, koha për ty kaloj. detajuar.